Në shtëpinë e Big Brother Kosovës, koha nuk matet si jashtë. Ajo nuk ndahet në orë apo ditë, por në momente. Momente që duken të vogla, por që mbartin një peshë të jashtëzakonshme, sepse aty çdo gjë ndodh në nënvëzhgim. Çdo afrim, çdo lodh, çdo fjalë e thënë pa menduar 2 herë, bëhet pjesë e një historie që nuk i përket më vetëm atij që e jeton. Në një nga këto momente, Alba ju afrua limit, nuk kishte muzikë dramatike. Nuk kishte paralajmërim. Ishte thjesht një lëvizje e natyrshme, e heshtur, si ato që njeriu bën kur ndjen se nuk mund të qëndrojë më larg. Limi e pa dhe foli pa u përgatitur. Fjalët i dolën drejt, të zhveshura nga taktika. Ti je goca më e mirë dhe më e bukur që më kanë parë syt. Në një ambient ku fjalët zakonisht peshohen përpara se të thuhen, kjo fjalë i ra si diçka e rrallë. Sepse nuk ishte ndërtuar për të fituar simpati. Nuk ishte e formuluar për publikun. Ishte një e vërtetë e thënë pa mbrojtje. Alba u ndal për një çast. Ka momente kur njeriu nuk di si të reagojë, jo sepse nuk ndjen, por sepse ndjen shumë. Ajo u afrua edhe më shumë dhe limi e mori në krah. Jo si gest fitoreje, jo si deklarat pronësie, por si nevojë njerëzore për të mbajtur dhe për të mbajtur. Ajo e shtrëngoi fort. Ishte një shtrëngim që nuk kërkonte fjalë të tjera. Një përqafim që nuk kërkonte shpjegim. Trupi i saj filloi të dridhej lehtë dhe lotët nisën të rrjedhin pa zhurmë. Alba nuk qante sepse ishte e dobët. Ajo qante sepse për herë të parë brenda asaj shtëpie, fjala që dëgjoi i shkoi përtej rolit që kishte ndërtuar për veten. Puthja që pasoi ishte e shkurtër, pothuaj instinktive. Nuk kishte vazhdim. Nuk kishte shfaqje. Ishte thjesht një pikë emocioni që nuk gjeti formë tjetër për të shprehur. Dhe pastaj, lotët vazhduan. Eseja e këtij momenti nuk është histori dashurie klasike. Është histori e njohjes. Në Big Brother, njerëzit shihen çdo ditë, por rrallë njihen. Shihen për gabimet, për debatet, për fjalët e forta. Alba, në atë çast, u pa për diçka tjetër, për butësinë, për ndjeshmërinë, për barën emocionale që mbante pa e treguar. Lotët e saj nuk ishin kërkesë për mëshirë. Ata ishin çlirim. Sepse kur një njeri dëgjon fjalë që i konfirmojnë vlerën, shpesh çlirohet gjithë ajo frikë që ka mbajtur brenda. Frika se nuk mjafton, frika se nuk kuptohet, frika se po gjykohet padrejtësisht. Limi nuk tha më asgjë. Ai nuk e ndërpreu të qarën. Nuk u përpoq ta qetësonte me fjalë boshe. Ai thjesht qëndroi. Dhe ky qëndrim ishte më i fortë se çdo deklaratë. Sepse në një lojë ku të gjithë flasin, ai zgjodhi heshtjen, kamerat regjistronin gjithçka. Publiku do të analizonte. Disa do të quanin strategji. Disa do të romantizonin. Por e vërteta e atij momenti ishte më e thjeshtë dhe më e ndërlikuar njëkohësisht. 2 njerëz të izoluar, të lodhur nga rolet, u takuan për pak çaste pa maska. Big Brother Kosova shpesh perceptohet si lojë e fortë, si arenë konfliktesh. Por thelbi i tij është eksperiment social. Dhe ky moment ishte një provë e qartë se edhe në presion ekstrem, njerëzilluku nuk zhduket. Ai vetëm fshihet, derisa një fjalë e sinqertë nxjerr në sipërfaqe. Alba vazhdoi të qante sepse disa ndjenja nuk shterojnë menjëherë. Ato kërkojnë kohë. Kërkojnë hapësirë. Dhe në atë shtëpi, hapësira emocionale është luks. Limi vazhdoi ta mbante sepse ndoshta edhe ai kishte nevojë për atë çast, po aq sa ajo. Kur u ndan, loja vazhdoi. Debatet do të riktheheshin. Nominimet do të vinin. Por diçka kishte ndryshuar. Jo domosdoshmërisht marrëdhënia e tyre, por mënyra se si e shihnin veten brenda lojës, sepse ndonjëherë një fjalë e thënë në momentin e duhur, një përqafim i sinqert dhe disa lotë të papërmbajtura vlen më shumë se çdo strategji. Dhe për ata që e pan nga jashtë, ky moment mbetet kujtesë se edhe në televizion, edhe në ndritat më të forta, emocionet reale nuk kanë nevojë për skenar, ato ndodhin.